Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Gjirokastrës të akuzuar për trafik të lëndëve narkotike. Si rezultati një pune të mirë organizuar, hetimore dhe operacionale të kryer nga specialistët e sektorit për hetimet e narkotikëve, në bashkëpunim me specialistët e sektorit operacional dhe me shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, me qëllim goditje në një tjetër tentative për trafikun e lëndëve narkotike drejt Greqisë. Sasi të mëdha lëndë narkotike kanabisativa është finalizuar me sukses operacioni Ura. Në kuadër të këtij operacioni janë arrestuar në flagrancë shtetasit Eduard Mema, 35 vjeç, banues në fshatin Blerimas në Delvin, dhe Edison Sinani, 37 vjeç, banues në fshatin 6 të Sarandës. Të dy janë kapur në flagrancë tek ura e fshatit Kardhiq, duke transportuar me automjet tip Hyundai 44 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabisativa me peshë totale 34 kg e 5 gram. Dyshohet me qëllim trafikimin në vendimshin në Greqi. Pakot ishin fshehur në një hapësirë të improvisuar tek shasia e automjetit. Lënda narkotike është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin tip Hyundai dhe me 4 telefona celular që është gjetur të arrestuarve.